Kryetari i Komisionit për Personat të Zhdukur i Qeverisë së Serbisë Veljko Odalović tha me rastin e arrestimit të 2 serbëve në Zubin Potok që nga ardhja e Albin Kurtit në krye të institucioneve në Prishtinë ka pasur një vazhdimsi të dhunës institucionale dhe fizike ndaj serbëve. Odalović deklaroi se ndalimi lidhet me një rast që nga viti 1999 kur një grup intelektualesh nga Mitrovica e Kosovës u nisën për në Ulqin, por nuk arritën atje kurrë. Ai shtoi se gërmimet në zonën ku dyshohet se ndodhen mbetjet mortore të tyre janë kryer disa herë, por pa rezultate. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se dyshimi i parë i institucioneve pas zbulimit të mbetjeve mortore në fshatin Kalludra në Zubin Potok është se ato mund të përkasin një grupi prej 23 intelektualesh nga Mitrovica të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën më 19 prill të vitit 1999. Kurti tha se kjo nuk është konfirmuar ende dhe se duhet të presim autoritetet kompetente. Ai deklaroi se ekipet nga Policia e Kosovës dhe Instituti i Mjekësisë Ligjore janë në terren me mbështetjen e EULEX-it. Kryetari i Komisionit për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme i Parlamentit të Serbisë Milova Ndrecun tha se regjimi në Prishtinë vazhdon të friksojë serbët në Kosovë duke i paditur ata për krimet e dyshuara lufte dhe duke sekustruar pronën e tyre me qëllim të përfundimit të spastrimit etnik. Me rastin e arrestimit të 2 serbëve në Zubin Potok, ai tha se Albin Kurti me historinë e krimeve të dyshuara dhe gjenocidin kundër shqiptarëve po përpiqet të përshtatet me dënimin kundër Hashim Thaqit, shpallja të cilit është planifikuar për në shtator. Aktori dhe këngëtari Milan Vasić tha se para performancës së tij në kremtimin e manastirit të Kryengjëjve të Shejt pranë Prizrenit, ai u ftua në një intervistë informuese nga pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët e paralajmëruan se cilet këngë nuk duhet të interpretoj. Ai deklaroi se është angazhuar në aktivitete humanitare dhe kulturore në Kosovë për 5 vjet, por se nuk është përballur kurrë me një situatë të tillë. Ai shtoi se janë dhënë rregullat e sjelljes dhe i është thënë se çfarë mund të këndojë dhe çfarë jo. Drejtori artistik i Kudit Srpski Vesga Kumanova Marko Mladenovski dënoi vandalizmin e ambienteve të kësaj organizate kur tabela u dëmtua dhe u shkrua grafiti UÇK, duke thënë se ky akt nuk do t'i pengojë pjesëtarët të vazhdojnë të ruajnë traditën dhe kulturën serbe, maqedonase dhe më të gjerë ballkanike. Kryetari i komunës së Kumanovës Maksim Dimitrevski më parë dënoi vandalizmin dhe u bëri thirrje autoriteteve të reagojnë shpejt, të përcaktojnë identitetin e autorëve dhe të dënojnë ata. Ndihmës drejtoresha e Zyrës për Kosovë dhe Metohi Svetlana Miladino vizitoi në Ivanic fëmijët nga Kosova që po marrin pjesë në kampin Kasta, një ngjarje e supozuar nga Zyra për Kosovë dhe Metohi dhe shoqata basketbollit të Serbisë. Miladinove theksoi se është një nder i madh në që Zyra është pjesë e projektit në të cilin marrin pjesë 300 fëmijë nga Kosova për të 5 vit radhazi. Fëmijët thanë se patën mundësi të shoqëroheshin, të stërviteshin dhe të tregonin atë që kishin mësuar në gara. Pas aktiviteteve diplomatike dhe bashkëpunimit me antarët e Kongresit Amerikan në dhomën e përfaqësuesve u paraqit një rezolutë që propozon shpalljen e muajit shkurt si muaj të trashëgimisë serbo-amerikane, njoftoi ambasada e Serbisë në Washington. Propozimi thekson se serbët në Amerikë kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë amerikane që nga shekulli 19 veçanërisht përmes aleancës historike midis Serbisë dhe Amerikës në të 2 luftat botërore, kontributi i Nikola Teslës në qytetrimin modern dhe operacioni Haliard. Nesër moti me diell dhe shumë i ngrohtë në Serbi me erë të dobët dhe të lehtë lindore dhe juglindore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 15 deri në 23 gradë, kurse ajo maksimale ditore nga 32 deri në 35 gradë Celsius.